Është një pastor tjetër që do të ndaj shumë shkurt 2-3 minuta në lidhje me atë që pastor Aliu ndau. He is a pastor in Macedonia. His name is Pastor Angelo Pavlos. Ai është një pastor në Maqedoni dhe emri i tij është pastor Angel Pavlov. Dhe tash le të dëgjojmë atë çfarë ka me ne. So greetings everyone. Përshëndetje të gjithëve. I do believe it's a right time and right place. Unë besoj që është koha e duhur, vendi i duhur. And thank you very much for Vela Ali. Dhe faleminderit shumë sharing with. Për vëlla Aliun për atë çfarë i ndau. It's a good vision. Është një vizion i mirë. But if vision is not being put it in practice, if we don't work on it, it stays only a sweet dream. Dhe nëse një vizion nuk vendoset në praktik, nuk mishërohet, atëherë ngelet thjesht një ëndër e bukur në sirtar. Balkan mission strategies. Dhe misioni, strategjitë me misionin për Ballkanin. It will stay only a good sentence, a good desire. Do të jetë një temë e bukur, një dëshirë e bukur në re. If out of this conference we don't go and do it. Nëse ne nuk dalim në konferencë dhe fillojmë ta bëjmë, ta zbatojmë. Thank you, Brother Ali, for inspiration from the history and lessons to learn, so not to repeat the history. Dhe faleminderit Pastor Ali për gjithë të leksionin e historisë dhe me qëllim që ne të mos bëjmë gabimet e historisë të shkuar. But thanks God for the good things He mentioned. Por të faleminderit Perëndis from history. Që të për gjërat e mira që ai përmendi dhe të mësojmë nga ato gjërat mira që historia na ka dhënë. So that we can do it for the future starting now in present time. Kështu që ne mund ta fillojmë këtë gjë nga e tanishmja dhe e ardhmja që është përpara nesh. How many of you are awake and not sleeping? Sa nga ju nuk I keni filluar gjumit, jeni zgjuar ende. Apostle Paul in Acts 19:69. Dhe Apostulli Paul te Veprat 16:9 was having a dream or vision, it's not quite clear. Pati një ëndër apo vizion, nuk e begim, nuk është e qartë se çfarë pati. And a man from Macedonia. Dhe një burr nga Maqedonia. I'm from Macedonia. Unë jam nga Maqedonia. I'm inviting you, I'm challenging you people from Shqiperia, Albania. Dhe unë po ju sfidoj gjithë ju shqiptarët, come over. Ejani në Maqedoni. And help us. Dhe na ndihmoni. Because of believing this is God's message for church in Albania, awaken. Dhe unë po dridhem sepse e di që ky është gjimi I kishës shqiptare. There are almost 500,000 Albanians living in my country. Ka gati gjysmë milioni shqiptarë që jetojnë në Maqedoni. And there is still none church. Dhe ende nuk ka një kishë. Who will go? Kush do të shkojë? I'm here to challenge you. Unë kam dalë për t'ju sfiduar. Yes, we as pastors should challenge our churches. Sigurisht ne si pastor sfidojmë kishat tona. Go and speak to your family and your neighbor. That's mission step 1. Sigurisht numri hapi parë I misionit të shko flit me komshitë tu, me të afërm tu që ke rreth teje. Go to the other cities. Shko në qytetet e tjera. Mission step 2. Është hapi I dytë I misionit. And going outside of the borders where still you don't need another language. Dhe ti mund shkosh për te kufirin dhe s'ke nevojë të mësosh gjuhë tjetër. Step 2 plus or 3. Mund të jesh hapi 2 me 2,5. So easy. Është shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Janë shqiptarë aty, që flasin shqip. You feel call of God. Nëse ti ndihesh I shtyr nga Perëndia eja. You are Albanian. Do you love God? Ti je shqiptar, e do Perëndin? And you love your nation? Dhe ti e do kombin tënd? So love God and love your neighbor. And prove it. Dhe kështu që duaj Perëndin, duaj të afërmit tënd dhe këtë gjë provoje, demonstroje. 200 churches in Albania. 200 kisha në Shqipëri. Each sends just one potentially. Një nga këto 200 kisha nuk mund të dërgojnë misionar në Maqedoni? Missionaries. Ose nga një kishë të dërgojnë nga një misionar, atëherë bën 200 misionarë në Maqedoni. There are Pushtoj Maqedoninë. If just 10 people go there. Por sigur 10 të dërgojnë në Maqedoni.
10 cities can be 10 qytete mund të fitojnë për Krishtin. So, as it says, be my witnesses when Holy Spirit comes in Jerusalem, Judea, Samaria, till the ends. Come on, let's do it. Kështu që ashtu siç Zoti njëzë ta, kur fryma e Shenjtë vimi ju, do jeni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në Judenë, në Galilenë, në tërë skajtë dhe dhëut, le ta bëjmë këtë gjë. Can I pray for that? Can you please stand there? Mund ngrihem së bashku në këmbë dhe të lutemi, Albanian people shqiptarë, të cilët are still on the same spirit of Islam. të cilët janë ende në frymën e Islamit, Lost, blind. të humbur, të verbër. I have seen more mosques in one village in Macedonia than on my journey to Tirana. Unë kam parë në një fshat të vetëm në Maqedoni më shumë xhami se sa gjatë gjithë udhimit që pata nga kufiri deri në Tiranë. Father God, we ask you in Jesus' name, A Perëndinë e kërkojmë në emër të Jezusit. pour out your spirit. Derdh frymën tënde. Open heaven above the Balkans. Hap qiellin mbi Ballkanin. So those people will cry out. Që këta njerëz të rrasin ty o Zot. They will see themselves that they are lost without you. Ata do të shikojnë që janë të humbur pa ty Zot. Save them, Lord. Shpëtoi o Perëndi. Send revival on Balkans. Dërgoj rizgjim në Ballkan. Revive our nations. Na rizgjon kombet tona Zot. But I specifically ask for Albanians in Macedonia. Por specifikisht unë lutem për shqiptarët Maqedoninë. That it will be churches and people saved. Që do të ketë njerëz të shpëtuar dhe kisha të mbjella. We ask for your latter rain. We believe it. Ne besojmë dhe lutemi për shiun e fundit Coming. që po vjen. Send them, Lord. Dërgoj këtë shi të fundit o Perëndi. So please send missionaries Dërgoj misionarë who will speak in their own mother language. që do të flasin gjuhën e tyre mënd. That those people will receive the word of God Dhe njerëzit në shqiptarë në Maqedoni do të marrin fjalën tonë Perëndi. and will be saved through grace and faith in Christ. Do shpëtojnë me anë të hirit duke besuar në Krishtin. We ask you, please send missionaries Perëndi ne kërkojmë dërgojmë misionarë. so that we will not decrease but increase. Me qëllim që ne të mos presim në numër, por të rritemi. Help that churches can grow. Na ndihmon që kisha të rriten o Perëndi. That as well Macedonians can go and reach their neighbors. Që edhe Maqedonasit të dalin të arrijnë komshitë të afërm të tyre. That we can send missionaries over the borders. Edhe ne të dërgojmë misionarë për te kufive tanë. That history once upon a time can be repeated Që edhe historia e dikushme të përsëritet në të ardhmen. for your glory. Për lavdinë tënde Zot. In Jesus' mighty name. Në emrin e fuqishëm të Jezusit. All of us say together, Amen. Të gjithë jemi së bashku. Amen. You can take a seat. Let me give you a couple of Përpara se të